Mirëmëngjes, është data 1 dhjetor, sapo kemi hyrë në periudhën më të bukur të vitit. Siç e shikoni, unë kam quajtur daily vlogmas, sepse po do filmoj çdo ditë, por nuk do kemi vlog çdo ditë. Nuk do postoj çdo ditë, domethënë. Do filmoj edhe nuk e di njëherë në sa ditë do postohen vlogjet. Njëherë në 2-3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, një javë, nuk e di. E rëndësishme është që unë do filmoj çdo ditë. Nuk e di në qoftë se kam quajtur bukur, mirë, edhe ka lidhje, por që po, kështu vendosa ta quaj këtë vit. Kam sjell pak atmosferën e festave. Jam veshur si një elf. Që ta nisim tamam videon me atmosferë festash, po ju tregoj këto gjërat e reja që i bleu mami Endrit dje për këtu te ne. Shkuan dietë Jumbo që ti merrte Olës në Hyxha, edhe sigurisht që kishte parë këto, edhe tha ju mora një ditë për shtëpi. Lodra që i bleu Olës. Kishte bler nga 3-4 në fakt, 4 apo 5. Diçka e tillë, edhe kjo është një ndër to. Kishte bler këtë, Happy New Year, për ta vendosur diku këtu, nuk e di ku do i vendos, se kam edhe disa zbukurime. Ja, i kishte bler këtë rrethin që rrotullohet kështu. Kam disa zbukurime, do ja u gjej vend të gjitha. Kishte marr këto të dyja për pemën, këtë me elf, jo elf. Nuk e di si e kanë këta. Edhe këtë tjetër me zemër kështu. Pastaj kishte marrë edhe këtë, që këtë do e vendosim poshtë tek pema. Shumë e bukur edhe kjo, do duket shumë bukur aty poshtë. Këto kishte bler, unë nuk e di në qoftë se do dalim sot, ne. Për pemë nuk e kemi vendosur akoma, por në qoftë se do vendosim sërish të bardhët që kam, mu duhet ta nxjerr që lart te kutia, dhe ta nxjerr te balkoni, t'i shkoj një leck me ujë me detergjent, se ajo e bardha nga që ka shumë vite dhe ndoshta ka marrë ndonjë çik flur, më duhet ta laj. Për zbukurime për pemën nuk është se do ble, dua vetëm disa nga ato që janë kështu si të gjata. Nuk e di si e kanë emrin ato. Ndoshta duhet të jenë akuj. Nuk e di, nuk jam e sigurt, po do shikoj. Këto pash edhe 1-2 pjata të bukura tek Jumbo kështu për festat. Ndoshta marr edhe 1-2 pjata, po asnjë gjë tjetër. Bolli kam këto që kam. Kështu. Tani un kam filmuar në datën 28 edhe 29. Nuk arrita t'i postoja ato vlog se ishte shumë i shkurtër. Kështu që unë do e vendos këtu ta shikoni që mos mikin filmimet kot. Përderisa i kam bërë. Po bëjmë gati ne, do dalim, do ikim në Vlorë. Sot është data 28 nëntor. Edhe po do ikim të festojmë, kështu që gëzuar Shqipëria jonë e bukur. Jam veshur, kam veshur të bluzën kafe, se dua të vesh atë që mora nga Temu. Dhe kam veshur të gjërat si gjithmonë. Do ja u tregoj pak më vonë si jemi veshur. Edhe Olka këtu është bërë gati, është veshur. Unë jam veshur, po nuk kam bërë asnjë gjë tjetër. As flokët, as make-upin, po do e bëj tani. T'ju tregoj pak flokët. Shikoni. Aty nuk dukem, po më janë bërë komplet blu, si jeshile, nuk i marrë vesh. Nuk i kam prerë akoma, as nuk i kam blyer akoma. Kam dashur të shkoj të di, se dua që dhe Adrolës t'ja pres pak. Po e kam lënë për më vonë. Sepse njerë dua t'i pres, njerë nuk dua t'i pres. Të shkurtra. Se njerë mendova t'i pres deri këtu që të heq që gjithë këtë komplet. Po pastaj më dhimbsen. Kështu që nuk e di çfarë do bëj. Po t'i lë llafe tani të bëjmë gati se Endi është duke ardhur. Lidha flokët, tani kam nxjerr artillerin këtu, do bëj make-upin shpejt e shpejt. Po, ndërkohë kam këta të dy këtu që nuk më lejnë të bëj asnjë gjë. Adrola është bërë shumë çupe keqe. Jo. Dhe, po. Jo. Te hes në balkon.
Kam bërë gati për të dalë. Do ikim në Tiranë, sot është data 29 edhe është nata e bardhë. Megjithatë duam të dalim edhe pak te këto dyqane, pasi gjejmë një gjë me ulje. Nuk është se kemi ndonjë gjë kështu për të bler, po që të shkojmë në një bluzë për Endrin. Unë për momentin nuk dua asgjë, po të shikojmë me të parë me të parë. Dje në Vlorë nuk ndonjëm shumë se Adrola filloi të krinte, po i vinte edhe xhumi edhe e kuptoni ju, kështu që ikëm. Por para se të ikim, shkuam tek ky dyqani. Më kishte dalë në TikTok edhe më dukeshe shumë vend i bukur, e shishëm me të tjerë, me gjëra të mira të bukura. Edhe vërtet ishte shumë bukur. Ne i blem vet, edhe nuk është reklam. Por që me që më pëlqeu, po ja sugjeroj edhe juve, kishte të super taste. Edhe kishte cinnamon rolls. Unë mora këtë me Oreo. Ishin super, po super të mira. Nuk e kemi ide, shumë të shijshme. Na pëlqen shumë. Unë nuk kam provuar herë tjetër kështu cinnamon rolls, por si të para që provova më pëlqyen. Tani, për njerë që ti provosh, okay, po. Në qoftë se do i blija prap, nuk e di në qoftë se do i blija, vetëm në qoftë se do më shkonte mendja shumë. Por që po, shkuam me të dyqani me 1500, se donte të blinte Adrola një lodër, nga që shkuam te Waikiki, po nuk është se gjetëm ndonjë gjë. Edhe i bëheshe shumë rëmuj, po edhe kishte shumë njerëz, nuk e di. Edhe ato lodrat te Waikiki mua nuk është se më pëlqejnë, plus që janë edhe të shtrenjta edhe nuk janë ndonjë gjë kush e di. Edhe te Waikiki na përshëndeti një vajzë, ishte shumë e mirë, kështu që po, me rastin e lodrave që do të me blinte Adrola, shkuam edhe te dyqani me 1500 dhe duke kaluar aty më kapi syri këtë që më duheshe për në shtëpi patjetër, nga që natën kur i bëhet urina që mbush i shkon tek banja, edhe më duhet i e thuj që të kaloj tek tubi. Për te që uruajnë pastaj më duhet një e tillë që të thahet banja kollaj, kështu që mora këtë. Endri tha se i ke marrë kështu të shtrembër, po kjo më pëlqeu, ato tjerat ishin shumë të mëdha dhe nuk është se më pëlqeu. Sa fole. Tani Endri me Adronën ikën se do mbushte Endri parfumi. Dhe unë i thashë di shkemi ju ikni ju të dy sa të bëj fillimin e videos unë, se më pas te makina harroj e kështu ashtu. Kështu që më mirë ikni dhe unë do merrem me video. Do marr edhe këtë mos ta harroj. Çantën, te çanta fut gjithmonë me që kam kohë, ju tregoj. Fut gjithmonë fishin, karikimi që e mbush tek më pëtreshit e makina. Një kapse se gjithmonë, po thuaj se gjithmonë kur kthehemi nga këto rrugët që janë pak më të largëta, për shembull në Tiranë që është gati 2 orë. Marr kapsen dhe i zgjidh flokët e makina, nga që ju kam thënë që kur i shtrëngoj shumë nga më dhem koka. Kam marrë këtë që në qoftë se më del ndonjë fije ta rregulloj, edhe këtë parfumin nga Lost Cherry. Këto marr pak a shumë, po thua se gjithmonë. Plus pastaj kur jam afër datave, marr ato gjërat e tjera që janë shumë të rëndësishme. Po tani Joqja duke qenë se sapo kalova kështu. Edhe këtë. Qenushit i olla për të ngrënë, i mbusha ujin, tani është rrirë këtu po flet. Gjoja po fles dhe veshët i ka këtej. Më vjen shumë keq kur e lëm kështu, po e kemi të pamundur ta marrim, nga që e ze makina, e kam provuar edhe me dritare hapur, plus që tani është ftohtë dhe nuk i man dot dritare të hapur. Por që e kam provuar edhe me dritare hapur, e kam provuar me limon, e kam provuar ta mbaj në dorë, e kam provuar nuk e di, të gjitha dhe e ze. Unë nuk vesha kështu, xhupin që ju e dini tashmë që kam shumë qejf. Këtë bluzën ma kishte dërguar motra bashkë me kafen që kisha veshur tje, se nuk ju thash. Është shumë e holl, por që ka një material që të ma shumë ngrohtë, më duket se ishte nga New Yorker, më duket. Mendet i ka pak të gjëra këtu, por që nuk është se do më duket, është do marr gjithkohën xhupin e sigurt, nga që kam shumë ftohtë. Këtë i vesha ato që kisha dhe dje, të gjërat. Jam fiksuar tani edhe nga këmbët vesha një palë atlete që i kam bler tek Temu disa kohë më parë. Koha ishte e mirë deri tani, po tani sikur u prish pak. Tani që do dalim ne. Por që okay. Se harrova, hoqja edhe këto kantit jastagve, i lava, i ndeja tani që të më thajnë edhe t'i kem për nesër, ose edhe pas nesër maksimumi që t'mi e tharë, se duaj që t'i vendos, duaj që të pastroj poshtë, të pastroj çdo gjë të mundshme në shtëpi, që të mundemi pastaj të vëmë edhe pemën. Nuk e di nëse u thash, po kemi qejf të blejmë një pemë jeshile, duke qenë se kemi gati 4 vjet, ndoshta me atë 3 vjet me atë të bardhën, edhe duam një jeshile kësa radhe, po të shikojmë. Nëse gjem në një ofertë mirë, do marrim jeshile. Me zbukurimet që kam, se nuk dua që të shpenzoj aq shumë për një pemë, këto pak a shumë. Tani unë po pres që të marrim në telefon të dal poshtë, që të nisemi. Do marr edhe këtë, mos ta harroj, mbas ta ham rrugës. Shpresoj të mos kem harruar në një gjë.
Okej, presim e ndryma Adrolën të marrin telefon. O sa i bukli e dile. U jem rëzitur ti që do i kem neve do të lem vet. U neve do vim spet të Cernushi. O bukuloshi. Dola. Jemi në Durrës, mua po më haj buk, se si që thash s'kam grën. Edhe po, ndaluam këtu që të marrin buk me qofte, se mua po më haj taj shumë sa qatë t'ju them. E sidomos buk me qofte, që mbaroj. Adrol ka është gati për gjumë. Do shkojmë në Tiranë, por nuk e di ku do shkojmë si fillim, mbas se shkojmë herë te dyqani me 1500 në Tiranë, te Euroshop, që të flejmë mandje në Ola dhe mos na kërkojmë gjë pastaj, mbas se shkojmë në ndonjë qendër tregtare, po të shikojmë, nuk e kemi vendosur akoma se çfarë do bëjmë. Në Tiranë atë ditë nuk është se morëm ndonjë gjë. Shkuam në fakt tek një dyqan donte të blinte Endri atlete, po nuk i mbusheshe mendja aty. Kishte njerëz goxha, po shkonte edhe ora për të mbyllur në fakt kur shkuam ne. Shkuam tek Waikiki, po nuk është se na pëlqeu ndonjë gjë, nuk pash ndonjë ulje, po nice. Më përpara shkuam tek Euroshop për të reatuar Adrolën. Ju kam thënë se Adrola po nuk bleu një lodër, pastaj nuk të le të shijosh asnjë gjë. Edhe po Euroshop. Nuk e kam shumë qef. Normal që gjitha gjërat i ble vet. Mos mendoni se është reklam. Gjëja e parë mora këto, që ka 200 cop, ishin goxha të mira se i kam përdorur dje dhe sot një dy. Ja vlen, shumë ja vlen. Pastaj mora këtë për pemën. Ja si është. Po doja u tregoj më mirë kur ta vendosim te pema. Këto janë goxha të shtrenjta, për shembull te Jumbo, se unë kam parë dhe ka qenë diku te 9.000, 10.000 lekë, por që jo, e marr aty. Pastaj mora këtë thesin. Është kështu që mbyllet. Për t'i futur babagjyshi Adrolës dhuratën këtu për vitin e ri. Kur të vi babagjyshi në darkë, të ja fusi Adrolës dhuratën këtu, po edhe do e marri Adrola në mëngjes. Morëm këto janë shumë mira për të larë, sidomos unë e përdor më shumë për të larë kandin, kur bëhet në një njom, po edhe për dyshekun, janë shumë mira. Tu thot që është për makinën, për sediljet, por që është për çdo gjë. Pastaj mora këtë, që më duhej pa tjetër, nuk bëj dot pafton. Endri më tha pse s'merr një grishte kështu të madhe, po jo, unë dua kështu të vogël që ta kem për kollaj, jo të ri vendos në prizë e kështu e ashtu. Jo, e kam shumë baron puna. Pastaj mora këto, që janë për rrobat aromatizues, po që jova pak dje dhe nuk është se bëri ndonjë gjë, kështu ma goxha herë, po mase unë nuk jodha dozën e dur. Mori dhe Endri këtë pastaj që është për to gërvishtet e makinës për t'i fshirë, nuk e di diçka e tillë, nuk e mora vesh mirë, por që e mori këtë. Kaq ishin. Tani do i vendos në përvend edhe këto. Shikojmë pastaj më vonë nëse do dalim apo ç'a do bëjmë. Kjo thashë do dalim, po ne nuk dolëm sot, e lam për një ditë tjetër, mbase dalim nesër. Erdhi Endri shumë vonë nga puna dhe nuk mundëm të dilim. Tani ata të dy po bëjnë pica andej, po bëjnë edhe thjesht me sa do duket, me sa dëgjoj. Unë po shikoj videot e vajzave që kanë bërë vlogmas sot. I uroj shumë suksese të gjithave. Po e mbyll këtu për sot, do shihemi nesër. Natën.